Zoti Langozi. Përshëndetje. Përshëndetje, tani ju dëgjoj qartë. Atëherë kemi të bëjmë me një lajm që ka shkaktuar panik, ka shkaktuar konfuzion, është përhapur me shpejtësi sidomos në platforma sociale, por edhe në portale të ndryshme. Dje në mbrëmje ka dalë edhe një dokument ku thuhet se kryetari i bashkisë i është nënshtruar ekzaminimeve, por ne nuk e dim nëse është autentik ky dokument apo jo. Në dhjetor të vitit 2025 dhe ka rezultuar negativ. Unë do doja detaje si avokati kryetarit të bashkisë Gjirokastër. Dokumenti është autentik, është dhënë nga vetë kryetari i bashkisë Gjirokastër për të shuar gjithë polemikat, sulmet politike dhe për të shuar të gjitha të pikpyetjen dhe detyrimin që ai ka ndaj qytetarëve të bashkisë Gjirokastër, sepse nuk bëhet fjalë tashmë vetëm se kemi një shpifje ndaj një titullarit të institucionit, por bëhet fjalë që ky lajm i pavërtet ka trazuar gjithë qytetin e Gjirokastrës, sepse të thuash që në një bashki apo në një institucion shtetëror ka plasur epidemia, mendoj që kjo nuk është gjë e lehtë dhe për qytetarët, sepse janë këta qytetarë që kanë kontakte në mënyrë drejt për drejt me punonjësit e bashkisë, kanë kontakte me vende të tjera, me spitale, me klinika dentare, të cilat sjellin probleme dhe panik, madje shumë qytetarë të Gjirokastrës tashmë po i marrin shërbimet jo në qytetin e tyre, po largohen vetëm për shkak të publikimit të këtyre lajmeve të pavërteta nga rrjetet sociale. Avokat, ne këtë dokument po e publikojmë vetëm pasi ju konfirmuat që është një dokument autentik i publikuar nga vetë kryetari i bashkisë së Gjirokastër, por duke qenë se këto janë të dhëna shumë konfidenciale dhe normalisht që nuk mund të publikohen pa patur një verifikim, unë do doja të dija se pse arriti kryetari i bashkisë Gjirokastër të publikojë këtë dokument dhe kur them është autentik apo jo, dokumenti nuk ka vull dhe firmën e mjekut që e ka lëshuar. Ajo është një klinikë e bërë, pra ka emrin e klinikës, mund të konfirmojnë edhe mediat, mund të drejtojnë klinikës, ka të dhënat përkatëse, është mënyra dhe formati se si ai institucion i ka lëshuar këtë konfirmim dhe këtë analizë. Ne nuk mund të i kërkojmë një dokument me vull sipas legjislacionit shqiptar, por kjo është përgjigje. Unë si gazetare kam të drejtë të pyes apo jo? Jo, është e drejtë. Por kjo është mënyra dhe formati një dokumentacioni të lëshuar nga një spital në Janin. Kjo është lehtësisht e verifikueshme. Kryetari i bashkisë ka lejuar dhe lejon çdo lloj media e cila ka interes të interesohet dhe pranë spitalit, sepse është detyrimi i tij ndaj qytetarëve të Gjirokastrës. Nuk është problem se bëhet fjalë për një të dhënë sensitive. Ajo është edhe nëse do kishte rezultuar me një sëmundje të tillë, nuk mund të dilte dhe të diskreditohej në një formë të tillë në rrjetet sociale, sepse këtu kemi një diskriminim për shkak të një gjendje shëndetësore që është bërë. Pra nuk kemi më përpara një rasti të një shpifje, po kemi diskriminim, kemi vepër penale të përhapjes së panikut, pra siç e theksova, nuk është problem publikimi i këtij dokumenti. Madje unë e vlerësoj shumë kryetarin e bashkisë i cili ka vendosur të informojë në mënyrë të qartë dhe me prova opinionin publik. Mendoj që edhe politika duhet të jetë shumë më e kujdesshme në trajtimin e rasteve kaq të rënda shëndetësore, se po e marrim një moment që është e vërtetë. Po e marrim atëherë, nuk është se është i vetmi në botë që ka apo që mund të kishte këtë lloj sëmundje, ka edhe të tjera. Atëherë, si mundet që ne një person ta paragjykojmë? Një virus i tillë mund merret nga klinikat dentare, mund merret nga spitalet, mund merret nga një sër vendesh të tjera të cilat mund të infektohet një qytetar. Ne kemi parë që shumica e të infektuarve me këtë sëmundje vijnë nga spitalet. Atëherë, si mundet që të dalim dhe ta përdorim politikisht sëmundjen e një titullari të një institucioni? Në fakt, lajmi nuk është përqendruar tek fakti që një kryetar bashkie mund të jetë i infektuar dhe këtu sigurisht që edhe ky lajm po të përhapet ka të bëjë me shkeljen e të dhënave personale, prandaj thashë që është shumë sensitiv. Lajmi që ka krijuar konfuzion dhe panik është fakti që 18 punonjës janë infektuar me këtë virus dhe sigurisht që ky është një lajm që pa diskutim do të krijojë impakt tek opinioni publik. Patjetër, në qoftë se ne do t'i referohemi nga bëhet fjalë për një kryetar bashkie, bëhet fjalë për 10 të tjerë.
po qëllimi për të goditur ka qenë kryetari i bashkisë dhe gjetën një formë më të gjerë, pra që të krijoni një impakt sa më të gjerë në publik, ashtu siç e mori lajmi këtë zgjerim, zgjodhen këtë formë. Por nga ndryshon shpifja nga vepra penale e përhapjes së panikut, ndryshon pikërisht te ajo që ne nuk kemi shpifje ndaj dinjitetit të një personi, por ne kemi një të dhënë të rreme që krijon panik, pra kemi në shumicë dhe këtu dashur pa dashur janë implikuar edhe persona të tjerë në mënyrë të padrejtë. Ne kemi shëndetësi, ne kemi shëndet publik. Ne ftojmë shëndetin publik të kryet e vlerësimet. Kështu do doja të dilja, duke qenë se vetë kryetari me vullnetin e tij ka publikuar këtë dokument, mbi të cilin ka edhe dyshime. Unë ju pyeta në mënyrë të drejtë për drejtë nëse është autentik apo jo, dhe nuk e vë fare në dyshim fjalën tuaj. Por për të ndërgjegjësuar, për të bindur dhe për të qetësuar opinionin publik, kryetari i bashkisë së Gjirokastrës është i gatshëm që t'i nënshtrohet ekzaminimeve në institucionet shqiptare, siç është Instituti i Shëndetit Publik dhe të tjera institucione shëndetësore në vend? Po jo vetëm ai është nënshtruar edhe analizave të shtetit shqiptar, por kur ka bërë në shtetin grek vizita, i kanë rekomanduar të kryet dhe kjo analizë. Është diskutuar në institucionin e bashkisë, po si gjithmonë dhe në bashki ka dhe punonjës të cilët nuk janë dashamirës ndaj kryetarit, dhe kanë përhapur këtë lajm të rrem. Tashmë ne jemi të gatshëm, jo vetëm kryetari i bashkisë, po të identifikohen 18 punonjës dhe të merren edhe masa parandaluese, sepse nuk është një kauzë aq e thjeshtë që mundet të cënohet vetëm një person, tu cënohet publiku. Madje kryetari i bashkisë ka kërkuar dhe i është drejtuar edhe institucioneve përkatëse, i ka bërë thirrje edhe publike, qoftë prokurorisë, qoftë gjykatës, të hetohet dhe ky fakt. Pra, të bëhet transparencë plot dhe nëse se ky panik është krijuar. Ka bërë një kallëzim kryetari për këtë lajm? Si? Ka bërë një kallëzim? Patjetër ka bërë një kallëzim penal, i është drejtuar institucioneve përkatëse, qoftë prokurorisë, drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, edhe drejtorisë vendore të policisë Gjirokastrës, ku ka kërkuar më parë të hetohen ata, nëse ka apo jo të dhëna të tilla, dhe më pas të arrihet në rezultatin që kemi të bëjmë apo jo me një lajm me qëllime për hapje paniku. Pra, hetimin kryetari i bashkisë ka kërkuar më të zgjeruar, jo vetëm te një person që shpit, po e ka kërkuar që të hetohen dhe të provohet çdo lloj publikimi i këtij lajmi, sepse siç e theksova, nuk është se është një interes personal i kryetarit bashkisë. Tashmë është infektuar me këtë lloj mentaliteti dhe sëmundje komplet qyteti i Gjirokastrës. Pra, nëse do shikoni sot në parkimin e spitalit Gjirokastrës, është pothuajse bosh, sepse njerëzit kanë lëvizur për të diagnostifikuar vende të tjera, sepse lajmi nga 17-18 punonjës që ishin në bashki është përndarë që janë gati 150, pra në rrjetet sociale janë 150 qytetarë të tjerë, po kanë dhe familjarë. Dhe qytetarët ngurojnë që të drejtohen në spitalit e Gjirokastrës. Po patjetër edhe klinikave dentare, madje nëse do t'i referohemi dhe komenteve të ndryshme që janë publikuar lajmet, thonë që ne nuk do marrim më shërbime në qytetin e Gjirokastrës. Pra kjo është paniku që njerëzit nuk po marrin shërbimin me qëllim, sepse do përdoret një lajm i rrem për qëllime politike. Për këtë mendoj që hetimi duhet shtrihet edhe ndaj kryetarit të bashkisë, sepse nëse është e vërtetë dhe ai ka bërë deklaratë rreme, mbaj përgjegjësi, por rasti konkret, ai me përgjegjësi plot është treguar edhe me dashamirës me mediat, ku i ka vendosur në dispozicion dhe analizat. Shëndeti publik askush, po. Avokat, për ta sqaruar, kjo situatë sigurisht që ka dalë jashtë kontrollit tashmë, duke qenë se lajmi ka marrë një përmas të jashtëzakonshme. Ju thoni që kryetari i bashkisë së Gjirokastrës me vullnetin e tij është nënshtruar disa ekzaminimeve dhe mjekët i kanë rekomanduar që të bëjë edhe këtë ekzaminim. Po. Do me thënë, deri këtu, pastaj i ka konfiduar, çfarë ka ndodhur me kryetarin e bashkisë? I ka konfiduar këtë lajm ndonjë punonjësi, ndonjë kolegu në bashkinë? Është diskutuar. Si është drejtuar spitalit? Pra, ka patur probleme shëndetësore të mëparshme dhe kjo pastaj vjen si rezultat, sepse dhe po të shkosh të bësh një ndërhyrje të thjesht kirurgjikale, mjekët ta kërkojnë këtë analizë dhe e bëjnë këtë lloj ekzaminimi. Çfarë ka ndodhur në rastin konkret? Patjetër, ai ka kryer një sër ekzaminimesh, sepse gjendja shëndetësore në një moment nuk ka qenë e mirë,
ka kryer një sër ekzaminime shëndetësore dhe i është rekomanduar kryerja dhe e kësaj analize. Tani, për mendimin tim, kjo s'ka asgjë të keqe, madje çdo qytetar duhet ndërgjegjësohet dhe të kryejë këto analiza. Sepse duhet të di gjën e vetë shëndetësore ku është. Kujt ja ka besuar këtë lajm? Me kë e ka diskutuar? Ka folur në konfidencë tani, hajde ta gjejmë se më këtë duhet të ketë folur. Jo, e konfirmon këtë kryetari i bashkisë. Po patjetër që e konfirmon, sepse kjo ka dalë nga njerëz që kanë qenë pranë bashkisë, pavarësisht se është devijuar dhe më pas e kanë përdorur një qytetar i Gjirokastës dhe ky qytetar është lidhur me politikanë dhe ka marrë për masa më të mëdha. Pra, publikisht e ka publikuar një qytetar nga Gjirokastra në rrjetet e tij sociale dhe më pas është përdorur politikisht nga kundërshtarët politik të kryetarit bashkie. Kështu që unë vlerësoj që ne duhet i japim një përgjigje qytetarëve, sepse janë qytetarët ata që duhet të jenë të qetë në marrjen e shërbimeve. Pra, për këtë e ka bërë dhe kallëzimin kryetari i Bashkisë Gjirokastër, drejtuar institucioneve, që qytetarët marrin përgjigje definitive të qartë dhe nuk ka qëllim dëshkimin e askujt, sepse cili do qytetar ka të drejtë të flasë. Ka të drejtë të Shqipëri edhe të shpifë. Ka me kryetarin e Bashkisë së Gjirokastës, flas për Institutin e Shërbimit e Shëndetit Publik, për të kryer ekzaminime të mëtejshme. Duke qenë se ka qenë fundjavë, mendoj që nuk është kontaktuar, shpresojmë ditën e sotme që edhe këto institucione të kenë një përgjigje, sepse siç e theksova, është interesi publik ai që është parsor, dhe më pas duhet të vijojmë me situatat e tjera, me ndërshkimin e autorëve që kanë nxjerrë të lajmë të reme e qëllim gjalljen e panikut. Por jo vetëm ky institucion, shëndeti publik, po duan dhe institucionet e tjera, si Komisioneri për drejtën për diskriminim. Pra, Komisioneri për diskriminim nuk është aty të reagoj vetëm kur cënohen shoqatat apo kur cënohet komuniteti LGBTQ, por është aty kur diskriminohet edhe një qytetar i thjeshtë. Pra, në rasti konkret, kemi diskriminim për shkak të një sëmundje. E marrim të mirëqenie një moment që është ashtu siç publikohet. Ka detyrimin të dalë publikisht, por njëkohësisht edhe shumë institucione tjera që duhet të reagojnë, sepse siç e theksova, kjo nuk i shërben një personi, një individ, i shërben qytetit. Atëherë, ky ekzaminim është kryer në dhjetor të vitit 2025. Po. Ndërkohë lajmi është përhapur të paktën këto ditë, apo ka muaj që qarkullon? Jo, ka muaj që qarkullon në rrjetet sociale, por këto ditë është ka marrë për masa të shantazhuar më parë, është vënë në dieni që ne do ta publikojmë këtë lajm kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës? Dhe është shumë konfidenciale si pyetje, nëse doni jeni i lirë të mos më përgjigjeni, duke qenë se kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës ka patur probleme shëndetësore. Sot ka probleme, ka një diagnozë të qartë për të... Jo, nuk ka probleme, sepse për atë smundje e shpulluar edhe kaq, nuk e se ka qenë kalimtare, nuk e se ka qenë një smundje kronike. Kështu që për momentin, ne vlerësojmë që pikë së pari institucionet duhet të reagojnë ndaj kësaj situate, sepse me të drejtë media të ngrenë dhe problemin që tu kemi një ngjarje të rëndë, sepse nëse do ishte vërtet, është realisht shumë e rëndë. Por nëse s'është e vërtetë, atëherë s'kemi pse kryen me panik. Po media nuk e kanë parë shumë objektive dhe në transmetimin e këtyre informacioneve. Ka qenë e hapur për të marrë edhe reagimin e bashkisë dhe është shumë e drejtë, por bashkia, meqense është personi dyshuar, janë institucionet ato që duhet të japin fjalën e fundit. Pra, institucionet si policia, prokuroria, unë kam besim, sepse institucionet e drejtësisë në Gjirokastër janë institucione shumë serioze, konsoliduara, objektiv, ka gjyqtar dhe prokuror të ndershëm. Është i gatshëm avokat kryetari i Bashkisë të vërë në dispozicion gjithë kartelën e tij shëndetësore, duke qenë se këto ekzaminimi nuk i ka kryer në spitalet shqiptare, po i ka kryer në Janin. Patjetër, kryetari i Bashkisë e ka depozituar ditën e sotme para gjysmore komplet kartelën e tij mjekësore në organet e drejtësisë. Kështu që vlerësoj që të caktohen dhe ekspertët dhe të zbardhet kjo ngjarje një herë mirë. Pra ne jemi të hapur për çdo lloj rezultati. Edhe nëse është e vërtetë, ne do të kërkojmë ndjes publikut, por e vërteta është kjo. Dhe duhet jemi më të kujdesshëm kur ne japim ngjarje apo japim informacione që janë sensitive dhe nëse është e vërtetë, ne do të kërkojmë ndjes publikut.
Ju si avokat keni dyshime, duke qenë se këto janë analiza dhe ekzaminime që mund të përsëriten. Pra, nëse diçka nuk del, le të themi në ekzaminimin e parë, mund të ndodhë që të ndryshojë rezultatin në ekzaminimin e dytë, mas 2, 3, 4 muaj, derisa mjekët e kanë patur një dyshim të tillë, ose kanë kryer një paketë të plotë të ekzaminimesh. Pse e thoni këtë që nëse do të ketë diçka, ne do të kërkojmë ndjes? E them sepse ne kemi bërë kallëzim dhe hetimi ne duhet ta paragjykojmë. Pra, ne i kemi ftuar drejtësinë të hetojë edhe kundrejt këtij fakti, sepse është e rëndë që nëse do kemi një rezultat të tillë me 18 punonjës, atëherë është një situatë alarmante për qytetarët. Janë identifikuar punonjësit të 18? Po si do identifikohen se s'ka asnjëri asnjë smundje? Ndaj them. Po jo, nuk ka. Jo, thashë do të nënshtrohen të gjithë, pra gjithë punonjësit e bashkisë do të nënshtrohen ekzaminimeve? Sipas kodit punës, çdo punonjës njëherë 6 muaj duhet të çojë analiza të plota pranë institucionit përkatës. Gjë që kjo është zbatuar nga bashkia. Pra, çdo 6 muaj nuk përfshihet ekzaminimi për HIV/AIDS. Do t'i kërkohet që të bëhet, edhe t'ja çojmë provërisë, sepse tani ne duam që t'jemi korrekt me qytetarët, nuk na intereson jeta apo problemet personale të një personi. Pra, do t'i kërkohet dhe do t'a vlerësojmë punonjësit e bashkisë nëse do jenë të gatshëm ta depozitojnë këtë gjë apo jo. Por unë mendoj që për të qenë korrekt me transparencën do jenë okay. Dhe do t'a depozitojmë të gjithë rezultatin e analizave pranë në organeve të ndjekjes penale. Ka shkuar në punë kryetari i bashkisë? Pas këtij lajmi? Patjetër, ditën e sotme në punë është. Cili ka qenë, le të themi, reagimi i punonjësve? Reagimi i punonjësve janë shërbim të qytetarit. Nuk është se ka ndonjë reagim, sepse tashmë në Shqipëri është bërë modë që një person përbaltet, një person goditet dhe mund të shpifet ndaj tij. Por ajo që është e dëmtuar në rasti konkret nuk janë punonjësit e bashkisë, janë qytetarët. Sepse ata janë panikosur. Avokat, unë të falenderoj shumë për lidhjen, për të gjitha informacionet dhe detajet që ndat me ne, do t'jemi në kontakt vazhdueshëm dhe shpresoj që kjo histori të mbyllet sa më shpejt dhe të qetësohet opinioni publik, sidomos qytetarët e Gjirokastrës që me siguri po përjetojnë një periudhë paniku. Faleminderit. Faleminderit, avokat, do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në Breaking.